më Evropën krejt. Madje edhe Afrikën Veriore është ky autori arab i cili e spjegon situatën në Kairo. Kairo ishte qyteti më i madh musliman se si shkretohet, ikin, sepse nuk e din, shohin njerëz duke vdekë në rrugë dhe se din, fillojnë të largohen nga qyteti, fillojnë ato panika, jo hi dreqi, jo hi shajtani, e tjera. Kairo, pa, si kur të kishte betej, maksimumin, Osmanët që do të mund këtë kohë, ti mobilizonin kanë qenë 10.000 dhe me një pyetje shumë të madhe. Pra këto se Osmanët, mas parisisht perandori, ish bejlik, dhe nuk ish bejliku dominant në Anadol, ish njëri nga bejliqet në rritje. Kje parasysh. Pasita që të jetë, pa supozojnë me këtë maksimumin 10.000 morën pjesë. Dhe më thonë këto 30.000, 40.000, 50.000, veç nga ignoranca mund t'i përdor dikush. Pra, që nuk ka lexuar shumë për këtë shekull. Dhe nuk e ka të qartë jetën sociale, ekonomike të kohës. Kje parasysh. Okej, po supozojmë se ishin 10.000. Dhe në Ederne, Adrianopolis, që ishte qyteti më shumë i perandorisë romake, kishte shkrim lexim aty. Osmanët, njerëz e ditur, nuk i vrisnin, i përdornin për nevoja të oborrit të sultanit. Pra, në këtë kohë, në oborin e Muratit të parë kish njerëz të ditur, që akoma nuk ishin shndruar në musliman, akoma ishin të krishterë. Ke parasysh 10.000 ushtar, po pregaditën me shku sipas narrativës serbe, me shku me luftu kundër kufarve, dhe nuk ka asnjë shënim. Asnjë shënim nuk ka. Ka kronika mas 100 vjetë, tregime, që i ka tregu gjyshi nipit e së gjyshi nipit. Por nuk ka asnjë shënim. Diçka ka që madhe që nuk ekziston askund. Pastaj, distanca, sepse është hec nga ajo rruga Ignatia e romakëve. Distanca është diku 600 km. Pra, për një ushtri 10.000 ushtar, me ushqim, sepse restorane nuk ka pas të pas, hotele jo, do ushqimin është dash me marrë me vete, ushqim të madh për 10.000 vetë, ajo e nga dalëson ecën. Ata që merren me atletike dinë se sa është mi hec, apo mi vrapu 20 km, mi vrapu 40 km, 42 km është maratona, apo me 10 km. Ke parasysh të shti, me atlete, me këto bluzat e sportit, e të atletikës, mi vrapu 20 km, është një farë sfide. Unë jam akoma maratonist e di shumë mirë. Sa të vynë stërvik. Para me në të ashtu ushtarët cilët hecjen nuk e kanë patë. Pra, minimumi të zëmë. Maksimumi në dite kanë mujtë mi hec 20 km dhe jam me pikë të madhe. Që i bie 60 dit, apo? Që i bie 30 dit, falë, një mujë. Dhe rruga Ignatia ka lënë në për të paktën 2-13 manastire, bulgare, ke edhe greke e tjera tjera. Asku nuk regjistrohet se ushtria osmane, këtë kohë akoma ishin musliman këto. Troja, këto troja ishin akoma krishterë. Asku nuk shënohet ushtria muhamedane, apo muslimane, apo po shkojnë me mytë krishterë e tjera tjera. Asku nuk regjistrohet. Pastaj thuhet se ka patur ushtar edhe nga
Dubrovniku, madje edhe nga Venediku, që janë ardhur për ta ka qenë një farë kryqëzate. Për kryqëzatën e fundit, 1220, nëse s'do bëhesh me radhë. Ke shënime të poldshme. Ke shënime madje edhe mercenarët nga Anglia që janë nisë. Ku e kanë festu shkurin e tjera. Sepse janë nisë për të vdekë për Krishtin. Një vdekje fisnike. Gjithnjë po flasëm për mesjet. Askush nuk e regjistron. Pra kemi disa kronika të më pastashme. Dhe kur krijohet, shndrohet në mekanizëm hegemonist, është shekulli 19. Pra ki Novakovicin me këtë Milojevicin që ja japin themelet, ky Novakovic e ka të veprën e tij 1870 diçka, Serbi, Turci, sërbët edhe turqët në shekullin e 14 dhe 15, ka pastaj edhe një libër tjetër, Historia serbe, gjithnjë po flasëm 1870 vitet e botimit. Dhe pastaj fillon të bëhet edhe pjesë e kurrikullës të shkollave serbe. Në një dikun e pa ta lexu, në shkollat fillore 1890-at, është fut atje në stilin se me 1389 turqit na zaptuan tokën e shejtët dhe ne duhet presim momentin kur ta kthehemi tokën e Cardushanit e tjera. Dhe në këtë narrativ janë eduku gjenerata të tëra të sërve. Dhe pastaj ke gjitha pothuajse vini metër, më thënë gjitha, për ato më të rëndësishme me ditën e betejës Kosovës, pra 28 qershor, është atentati. Gjithë këtë që ju shpjeguat, ne vazhdojmë ta kemi në librat e historisë akoma. Po, është, jo, të ne është një farë, është fut një, sidomos mas luftës, është një farë gare se a morën pjesë edhe shqiptarët në atë betej, që logjikisht si kur t'ishtë ajo betej, do të mishin se një shqiptarët krishë. E pastaj e përdorin si logjizmin, e përdorin logjikën, po aty kanë marrë pjesë gjitha ta fisnikët e kohës, Balçajt. Pra ju thoni që ka momenti që të ketë një shikim të kësaj. Por nuk ka shënime. Është e vërtet që Sultan Murati është vëra aty. Po të shti nga 1371, pas luftës së Maricës, sërbët bëhen pushtohet, domthonë e humbin luftën nga Osmanët. Ke parasysh. Pse duhet edhe një luftë tjetër? Është një farë tregimi atje se Car Lazari, që për ndryshe ka linë në Përlepnicë, që është një katun afër Gilanit, ke parasysh ne në këtë kohë kemi qenë ortodoks, tash s'po du përhapi konspiracion, po pak me grith ai duhet të dalë Arbanas. Shqiptar ortodoks. Ka shumë, për shiko, dikun e dëgjova një historian që krekosej se ish medievalist, pra kish specializu me sjetën, dhe nuk din as një fjalë greko-koine, nuk din as një fjalë latine, apo as një fjalë osmanishte. As nuk din të lexoj, as nuk i kupton. Dhe thot jam specialisti, pastaj thirret në punimet e Nolit apo të Robertit. Nol Malcolmit apo të Robert Elsit. Nol Malcolmi atë librën e famshme që bëjnë rivalitet këta historian tanë shqiptar,
kur dojnë me të reguat se sa erudit janë, thojnë edhe noli Malkomi në kapitullin e 3, apo varësisht nga tema, në kapitullin e 4. Noll Malkomi atë libër e ka shkru për 3 vite, ne e dim shumë mirë në Londër. Pra me Kosovën është marrë pas Bosnës. Edhe si thojnë, janë miqtë tonë, të cilët e kanë involvu, dhe më janë është Bejtullah Destan, janë disa që e kanë involvu në çështjen shqiptare. Po për 3 vjetë e ka shkru. Dhe e ka mësu Shqipën, e flet, jo shumë mirë, po kupton shumë mirë, po me fol edhe e flet. Pos gjuhëve tjera që i flet. Apo Robert Elsi që fliste edhe gjermanisht, Shqipën e fliste shumë mirë, është në Thathi Varosët. Tash 2 historianë shqiptarë ngatrohen mes vetë dhe për të regu cili e ka më kështu të drejtë atë që e thët, thirrën ose në Robertin ose Nollin apo në Schmidtin. E ke parasysh këtë anomalin, para me në 2 historianë gjerman të ngatrohen mes vetë dhe për të regu se cili e ka ma mirë thirrën në një historian shqiptar. Ndodha për historinë e tyre. Prandaj sidomos në Kosovë kemi historinë, gjithmonë kemi pas, nga vitet 80. Hiqi ata pionierët e parë të cilët ja dhanë themelët kësaj shkence, nga vitet 80 kemi pas nxënësat më të dobët që kanë shku, ndoshta me një përjashtim që kanë shku me studiu historinë, sepse gjitha vendet e punës ishin të okupuara, dhe me krye historinë bëheshe profesor në rastin më të mirë arsimtar, qoftë shkollë fillore apo të mesme. Dhe ato vendet punës u nxënën nga studentët e viteve 70-60, prandaj edhe nuk ishte motiv nga studentët e zot me studiu historinë, prandaj kemi historinë që kemi në Kosovë, tash ju e dini atë në Shqipëri, po edhe në Shqipëri i risitet debati vit pas viti kur kemi ngjarjet historike për rishikim, janë ngritur grupe pune, po gjithsesi pra, shiko, pastaj ku ishëm të beteja Kosovës. Se kjo beteja Kosovës bëhet, për ta rumbullu kështu, bëhet mekanizëm, mekanizmi më i fuqishëm i hegemonizmit i popullit qiellor. Këtë atentatin në Ferdinandin që bëhet me 28 qershor pas ditën e Vidavdanit, 1914, për shkak dhe fillon lufta e parë botërore. Pastaj ke kushtetutën e parë të shtetit Jugosllavisë, ashtu quajtur kushtetuta e Vidavdanit. Vidavdani thonë 28 qershorit për shkak të Shënvidit. Me 1921, madje edhe nga Teresa e Titos me Stalinin është me 28 qershor 1948. Pastaj është ai fjalimi i famshëm për koincidencë i Miloševićit për 600 vjetorin, festimin e 600 vjetorit. 1989, ku edhe paralajmëron luftën, që thot, mbas 600 vjetë kështu një parafrazimi, mbas 600 vjetë përsëri populli sërb po ballafaqohet me luftë, jo kësaj radhe me luftë fizike, po edhe ajo nuk anashkalohet. Përshka mori atëherë një aplauz kështu shumë të zjarrt nga 1 milion sërb sa ishin në Gazimestan. Dhe me 28 qershor të vitit 2001, burgosët Milošević apo i dorëzohet Hagës. Ka ngel vetëm se edhe me 28 qershor tashëm Serbia ta njoh Kosovën, kështu që të përfundoi kjo. Kjo do i vinte ka parë. Narrativa e betejës Kosovës. Të lutem për ta mbyllur, më jep një koment për ato që ndodh për të ardhur në situatën aktuale nga Rusia në lindjen e mesme, në situatën si do ta mbyllim këtë javë globale.
Patëm bombardimin djetë Shëbaz. Po të kënua marrëveshje. Po, kajtë unë këtë lidhime, disa e kemi përsërit në emision. Unë e lidhi me këto zgjedhjet e Mitterrandit. Sepse Trumpi besoj që pas atyre protestave të fuqishme që ishin në Iran, është arë koha që ky të intervenoj në Iran dhe si ashtu si në Venezuelë që e pati atë suksesin dhe ta kaloj edhe Iranin, e që nuk doli ashtu. Pasta ishin këto eliminimet që i bënte Mossadi në Iran atje, që edhe më shumë e trimronin. Kjo është mendimi im, unë pajtonë dhe mos pajtonë. Dhe të ashti, pala iraniane e din që, si them, Trump e ka punur në gusht pisk për faktin se i ka zgjedhë dhe ata të ashti negociojnë, ashtu si që negociojnë, qesin kushte, e din se këtë hapësire kanë deri ka fundit të torit, në basë mesit të torit, se nëse edhe, për faktin se kjo situatë është ka dëmton Trumpin, Trumpi do të hakmera. Nëse humbë keq Partia Republikane, ai do të hakmerët, është asi tipi. Këtë më besoj që e din iranianë, jam shumë i bindur që e din dhe tash manipulojnë, si është ajo zgjatë mëse këput. Taktika. Në Islamabad, si pas ambasadorit, ish ambasadorit i Hadik, pakistanez në Britani, që ishte pjesë e ekipit Nikoqir, që ju dha mediave britanike një intervist, a e tha se takimi parë, që ishte para disa muajve. Ekipi Amerikan ishte 3-4 vet, apo 5 vet, Vance, Witkoff edhe Kushner, me disa sekretarëve, jo bashkëpunëtor, po si farë shërbëjes të tyre, parasysh, ndimës të tyre. Gjësa ekipi i këti Abaza Aragaqit, këti ministrit të punëve të jashtëm të Iranit, ishin mbi 100 veta. Kishtë aty ekspert të fizikës atomike, kishtë kimist, kishtë ekspert të ligjit ndërkombëtar, domthonë ekipi iranian ishte kështu i plotë, sepse kishin mendu që do të ndodhë aty Versaja, ke parasysh do të negociohet, gjërsa pala amerikane ka shku me kërkesa, me 2 letra. A i pranoni këto apo jo? Ke parasysh. Po kjo ishte para disa muja, jo arroganca amerikane akoma ishte në pa. Të është Trumpi vërsysh nga kjo politika ditore, herë e qërton kur t'i duhet, herë e qërton Netanyahu, herë e lavdron këtë Zelenskin, herë bëhet sikur e ka gjetë marrëveshjen me iranianët, apo i ka detyru iranianët, shqitim atë moratoriumin, memorandumin nuk është marrëveshje, është marrëveshje për të marrë vesh. E paraqiti si marrëveshje të përfunduar. Iranian kanë pranuar kështu, Iranian kanë pranuar kështu, dhe pastaj ndodhen ato bombardime. Pra kem të bëjmë me politika ditore, varësisht se si po sillet beteja mes demokratëve dhe republikanëve në skenën amerikane. Pastaj të shohim se si do të përgjigjet Trumpi pasi që tipet verdikti në nëntor dikur janë këto zgjedhjet për kongres. Atëherë shohim se çfarë po ndodh me Iranin. Nuk është asgjë akoma e sigurt as në Tiranë, as në Washington, as në lindjen e mesme, as edhe në Ukrainë. Jo, është një diçka është e sigurt ashtu, se Putini dita ditës është ka adopsohet, dhe kjo është lajmi më i mirë për neve shqiptarët
sidomos neve të Kosovës, por edhe krejt Ballkanit, sepse në momentin kur ai dorëzohet, Vučići më nuk ka mbështetje, dhe ai do të dorëzohet. Unë jam I bindur se në momentin kur ai të vijë nga pushteti do të burgoset për shumë afera korruptive, por edhe për afera kriminale, për vrasje të kundërshtarëve. Kështu që presim kur Putini po dorëzohet në cilën do formë të mundshme, ose nëse pranon armëpushimi apo kërkon armëpushimi, siç tash janë dalë disa indikacione se është ka kërkon armëpushim, që të merret vesh me Zelenskin, që është humbja, apo edhe mbase ndonjë puç brenda bashkëpunëtorëve të tij, oligarkëve të tij, të cilët siç e ka zakon populli rus, ti likvidoj të gjithë ata të cilët e humbin pushtet. Si fundit me kërpullat, Zoti Tali, faleminderit shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Përshëndes deri javën e ardhshme. Fundjavë të këndshme. Gjithashtu, faleminderit. Edhe të freskët. Mirupafshim.